it would be incredibly hard to understand. Do të ishte shumë vështirë për të kuptuar. On the face of it, Nuk mund ta besoj. strange thing happened. Gjëra të çuditshme ndodhin. Do duhet ta përmbyll natyrisht intervistën e sotme me një mesazh për popullin, për ata që na ndjekin në transmetim, zoti Walker, ata që ju ndjekin dhe ju kanë shumë për zemër, ju quajnë engjëlli i katërt i Kosovës, edhe jo pa drejt. Kështu po e marr të drejtën edhe unë ta jap një vlerësim. Cili është mesazhi juaj për ata që po na ndjekin? Sidomos për gjeneratat e reja. In particular for the young generation. Well, for all generations. Për të gjitha gjeneratat, por në veçanti për të I rinjt, want to tell dëshiroj the population of Kosovo t'i them popullatës së Kosovës how incredibly sa successful they have been, të suksesshëm kanë qenë për të a vënë very model një of a modern shembull të një state. shteti demokratik bashkohor. I keni të gjitha veçoritë e një demokracie, lirinë e shprehjes, të besimit, një sistem drejtësie që funksionon, e respektoni policinë. I don't know how to otherwise Nuk di si të përshkruaj Kosovën ndryshe se si një democracy. kur të çmuar të demokracisë. Hope you would do everything you can Shpresoj që do të bëni krejt çka të mundni, krejt në pushtetin tuaj, për t'i treguar botës çka keni arritur këtu. the chance. Kur keni pasur mundësinë. That when I meet Jam gjithmonë shumë impresionuar kur takoj me kosovar në për kryeqytetet e botës që the war, kur kam pasur rastin pas luftës si refugjat në Shtetet Bashkuara, Gjermani apo diku, given the chance, se sa për të kenë mundësinë kosovarët miraculous. bëjnë gjëra të mrekullueshme, të pabesueshme. Shpresoj që do të vazhdoni të luftoni politikisht, Not only with the outside world, jo vetëm me botën jashtë, por edhe me brenda. Më pëlqen shumë fakti që keni një numër të partive politike që nuk pajtohen për gjëra të ndryshme, sepse ky është edhe parimi kryesor i demokracisë që funksionon në veprim. it's a difficult process.